لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالندريمة الأدريمة إتاكون متم الله عز وجل صلوات والسلامات يدركون محمد عليه الصلاة والسلام paqja dhe mëshira e Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqer besnik dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar agjërues dhe agjëruese, jemi në ligjëratën e radhës tek cikli i ligjëratave emrat e bukur të Allahut Azza wa Jall. Jemi në emrin e radhës të Zotit Xhellahu Ala, emri El Haq, që në gjuhën shqipe do thotë i vërtetë. Pra, El Haqu është një nga emrat e bukur të Allahut Azza wa Jall, i cili është i vërteti dhe i cili ka kriju çdo gjë me urtësinë e tij të përsosur. Çdo gjë në këtë gjithësi dëshmon për ekzistencën e tij të pamohueshme dhe të vërtetë. Ky emër i bukur i Allahut Azza wa Jall është përmendur gjithsej 10 herë në Kur'anin famlar. Ndërta tha Allahu Azza wa Jall në surën An'am, ajeti 62, thumma ruddu ila Allahi maulahumul haq, ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Pastaj të gjithë ata do të kthehen te Allahu Azza wa Jall, sunduesi i tyre i vërtet, vetëm atij i takon të gjykojë dhe ai është më i shpejti në llogari. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall në surën Yunus tha hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ila Allahi maulahumul haq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Atje çdo kush do të shpërblehet me atë që ka lënë pas, që ka bërë më parë. Të gjithë do të kthehen te Allahu Azza wa Jall, i cili është sundimtari i vërtet, ndërsa ajo çfarë ata kishin trilluar do t'i braktis nesër kur do dalin për Allahut Azza wa Jall. Pastaj prap Zoti tha në surën Yunus ajeti 32, fadhalikumullahu rabbukumul haq فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. Kjo është Allahu Azza wa Jall, Zoti juaj i vërtet, e çfarë ka pas të vërtetës përveç humbjes, kotësisë, atë përse largoni nga rruga e vërtet. Allahu pastaj tha në surën Taha ajetin 114, فتعالى الله الملك الحق لا ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. I lartësuar qoftë Allahu Azza wa Jall, i cili është sunduesi i vërtet. Mos nxito për të lexuar Kur'anin para se të përfundoj shpallja e tij, dhe thuaj, o Zoti im, më shto dituri. Allahu tha në surën Nur, yawma idhi yuwaffihumullah dinahumul haqqa wa ya'lamuna anna Allaha huwal haqqul mubin. A ditë Allahu do t'u jap të plotë shpërblimin e merituar, dhe ata do të marrin vesh se Allahu Azza wa Jall është e vërteta, e qartë, e dukshme. Kuptimi gjuhësor i emrit të Allahut El Haq, kanë thënë dietarët, El Haqu e vërteta është e kundërta e të kotës. Për shembull thuhet kjo çështje është hak, e vërtet, është bërë hak, e vërtet, apo është vërtetuar. Gjithashtu kanë thënë dietarët, El Haqu është ai që vërtet ekziston, është prezant dhe çdo gjë i është vërtetuar ekzistenca, është hak. Për shembull thuhet, xheneti është hak, i vërtet. Xhehenemi është hak, i vërtet. Kiameti është hak, pasi këto gjëra janë hak nga se do të ndodhin pa shmangshëm dhe pa dyshim. Kuptimi i emrit të Allahut Azza wa Jall El Haq, sa i përket lartëmadhërisë së tij subhanahu wa taala, El Haqu është Allahu Azza wa Jall, që është i vërteti. Dhe të gjithë do të kthehen tek Zoti i tyre, sundimtari i vërtet, për të cilën nuk ka asnjë dyshim, jo tek ata të cilët kanë pretenduar se janë zotat e tyre, nga se ata do t'i braktisin ata. Andaj, ata i lënë baltë ajo që kanë besuar gabimisht, kur ata pretendonin se ata idhuj janë rival të Allahut dhe se ata idhuj po afrojnë te Allahu Azza wa Jall, Allah i na ruajt. Gjithashtu kanë thënë dietarët, El Haqu i vërteti është Allahu Azza wa Jall, i cili ka furnizuar njerëzit nga qielli dhe toka, i cili është pronar i dëgjimit dhe shikimit tuaj, i cili e nxjerr të gjallin nga i vdekurit dhe të vdekurin nga i gjalli,
ai që dëgjon çdo gjë, o Zoti juaj, i cili është hak i vërtet subhanahu wa ta'ala. Thot Ibn Kaimi rahimahullah, ashtu sikur se latmadhëria e tij është hak e vërtet, po ashtu edhe fjala e tij është hak e vërtet, premtimi i Allahut është hak i vërtet, urdhja e Allahut është hak i vërtet, veprat e Zotit janë hak të vërteta, shpërblimi për gjërat që kanë të bëjnë me fenë e tij, shariatin dhe për botën tjetër janë të vërteta, se Allahu është hak, është i vërtetë. Andaj muslimani kështu e beson Allahun azza wa jall, ashtu siç e ka njësu Zoti dhe e ka emërtu veten e tij, ashtu siç ai na ka treguar për veten e tij dhe na ka treguar për të Muhamedi alayhi salatu wassalam. Dhe të gjitha këto gjëra kanë bëjnë me Allahun azza wa jall dhe normalisht i ashtojnë muslimanit besimin dhe dashurinë ndaj Zotit xhallahu ala. Të nderuar agjëruese, pejgamberi alayhi salatu wassalam e fillon të namazin e natës nafile, e hap të namazin nafile duke e përmendur këtë kuptim, siç transmeton Ibn Abasi radiallahu anhuma se pejgamberi kur ngrihej për të falur namaz natë, thoshte, këtë transmetim e ka regjistruar Buhariu dhe Muslimi në sahihin e tyre. Thoshte Ibn Abasi, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال kur ngrihej për të falë namaz natë, pejgamberi sa më thoshte, Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamdu laka mulku samawati wal ard wa man fihin, wa lakal hamdu anta nuru samawati wal ard wa man fihin, wa lakal hamdu anta maliku samawati wal ard wa lakal hamdu anta al haqq wa wa'duka al haqq wa liqa'uka haqq wa qawluka haqq wal jannatu haqq والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق. Edhe kështu më radhë. Zoti jam, ty të qoftë falënderimi. Ti je mbajtës i qiellit dhe i tokës dhe çfarë ka në to. Ty të qoftë falënderimi, ty të përket pushteti i qiellit dhe i tokës dhe çfarë ka në to. Ty të qoftë falënderimi, ti je drita e qiellit dhe i tokës dhe çfarë ka në to. Ti të qoftë falënderimi, ti je sundimtari i qiellit dhe i tokës. Ty të qoftë falënderimi, ti je hak i vërtet, premtimi jot është i vërtet, takimi me ty është i vërtet, fjala jote është e vërtet, xheneti është hak i vërtet, xhehenemi është i vërtet, pejgamberët janë të vërtet, Muhamedi është i vërtet dhe kiameti është i vërtet. Muslimani, agjëruesi dhe agjëruesja që e beson Allahun azza wa jall me këtë emër të bukur, ndihet i sigurt edhe i qetë, dhe as pak nuk dyshon se çdo gjë që ka thënë Allahu azza wa jalla dhe pejgamberi janë hak, është e vërtet. Dhe kjo rrugë që na ndjekmi, kjo fe është e vërtet. Ndaj muslimanët janë në hak, në të vërtet, dhe çdo kush tjetër post tyre është në gjëra të kota. Atësi Allahu azza wa jalla tha: "Wa man yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Ai cili ja kthen shpinën udhëzimit të pejgamberit alayhis salam, edhe pason rrugë tjetër që nuk e kanë pasuar besimtarët e vërtet, Allahut e lojmë na atë në atë pasim, e pastaj ati të konë zjarmi i xhehenemit, sa përfundimi i keq është. Gjithashtu, rruga e Zotit është hak dhe e vërtet, edhe atë që ka ardhur me të pejgamberi është hak dhe e vërtet, nga sa ata ka dërguar ai që është el haqu i vërtet i xhallahu ala. Thot Allahu azza wa jall në surën An'am, ku flet në gjuhën e pejgamberit alayhis salam, ashtu siç transmeton Abdullah ibn Mas'ud, i thot, ishim duke ndjenjur me pejgamberin sa një ditë, edhe thot e vendosi apo e bëri një vit gjatë të drejtë, edhe tha wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, kjo është rruga ime e drejtë, e vërtet pasojeni atë. Nuk kaloi shumë kohë, pastaj pejgamberi selam bëri edhe disa rrugica në të djathtë, në të majt. Pastaj tha wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Mos i pasoni këto rrugica se keni me u përçarë, më ndonë grupe.
Dhe kjo është këshill nga Allahu Azza wa Jall që t'jeni të devotshëm ndaj Zotit xhallahu ala dhe të friksoni Allahut Azza wa Jall. Në kuadër kësaj tha pejgamberi çdo rrugicë e ka një shejtan që thret, do thot në devijim, Allah na ruajt, apo thret në atë rrugë të devijuar. Andaj Allahu është el haqu, i vërteti, dhe Zoti xhallahu ala është i vërtet, pas të cilit nuk ka asgjë tjetër pos ajo që është e pavërtet. Andaj vetëm Allahu është i vërteti dhe pas tij nuk ka asgjë tjetër përveç të pavërtet. Allahu është i dukshmi. Ajo është xhallahu ala. Në çdo krijesë që ka kriju Zoti ka argumente se ai është i vërteti. Argumentet dhe provat e Allahut Azza wa Jall nuk shuhen edhe nuk mbarojnë. Çdo gjë që robi shikon, agjëruesi dhe agjëruesja në këtë dunjë, i ja bën me dije atyre se Allahu është vetëm një, është krijues, është hak i vërtet, subhanahu wa ta'ala. Nuk ka asgjë në këtë jetë, në këtë ekzistencë më të dukshme se Zoti i çdo gjëje. Ai që i ka krijuar dhe ka krijuar çdo gjë subhanahu wa ta'ala. Thot Ebu Nawas, i cili ka thënë të vërtetën në një poezi të tij, në çdo gjë ka argument për të, që tregon se Allahu është i vetmi subhanahu wa ta'ala. Allahu Azza wa Jall ka thirrur që na ti meditojmë argumentet e tij, se meditimi i këtyre argumenteve na shpihet ai që është el haqu, i vërteti subhanahu wa ta'ala. Për të arsye Allahu Azza wa Jall tha qul inzuru madha fi samawati wal ard. Shikoni se çka ka në qiell dhe në tokë. Pse me shiku? Pra, shikoni se çdo gjë që Allahu ka kriju, do thot në tokë dhe në qiell, shpihen për ta besuar atë që është hak, atë që është i vërtet subhanahu wa ta'ala. Mirë po, përkundër këtyre vërtetësive, Allahu tha në surën Naml, kështu ata i mohuan padrejtisht vërtetësitë Allahut me menjëmësi, edhe pse shpirti i tyre i besonte se ato janë të vërteta dhe janë të krijuar nga ai që është i vërtet subhanahu wa ta'ala. Është e çuditshme si ka mundësi shkencëtari me i bëu gjithë ato studime, ai që studion kimin, ai që studion fizikën, biologjin, mjekësin, i shet gjithë të gjërat të qarta që shpihen për të besuar në atë që është el haq, i vërtet xhallahu ala. Megjithatë, prap ata nuk besojnë. Allahi na ruajt edhe mohojnë Allahun Azza wa Jall. Sa është thurur, sa devijuar duhet më qenë ajo mendje, ajo zemër që nuk e beson Allahun Azza wa Jall. Për atë arsye, Firauni e dinte që Allahu është krijues, e dinte që nuk ka zot tjetër përveç Zotit, por ai mohonte nga krenësia dhe nga frika që mos po humbte pushtetin. Musa i tha Firaunit, shqetëse ka Allahu në surën Isra ajetin 102, o Firaun, ti tashmë e din se këto nuk i ka shpallur askush tjetër përveç Zotit të qiellit edhe të tokës subhanahu wa ta'ala. Mirë po megjithatë, menjëmësia është ajo e cila i varros farat e besimit dhe mundohet i asgjësoj ato shenja që shfaqen natën dhe ditën në këtë botë, shenjat e cilat argumentojnë se Allahu Azza wa Jall është ai që ka kriju. Einsteini në një paraqitje tha, mbrapa asaj që dim dhe njohim ekziston që diçka që nuk arrim ta perceptojmë. Kjo gjë na përfshin me bukurinë dhe madhështinë e saj në mënyrë indirekte. Andaj, çfarë është ajo që Einsteini e ndjek, do thotë në thellë brenda vetes, mirë po nuk arrin ta shpreh. Pra është haku dhe e vërteta se cilën do thotë nuk e ka shpreh. Ai është, do thotë, Allahu Azza wa Jalla, i cili është hak dhe është i vërtet subhanahu wa ta'ala. Megjithatë, ata prap do thotë e mohojnë Allahun Azza wa Jall. Sa njeri kur është shtinë në spital, kur ka hyrë në aeroplan, është shtinë në spital duke qenë ateist. Ka hyrë në aeroplan duke qenë ateist, por doli nga spitali dhe zbriti nga aeroplani duke qenë me besim.
Pra të si Allahu thana surën Nur ajeti 25, dhe ata do ta marrin vesh se Allahu azza wa jall an Allah huwa al-haqqul mubin. Allahu azza wa jall është ai i cili është hak, el-haqu, do i qartë, i dukshmi dhe i vërteti subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu Allahu është el-haq, i vërteti në qenjën e tij, në emrat e tij të bukur, në cilësitë e tij të larta, në veprimet e tij, në çdo gjë subhanahu wa ta'ala, nga se nga ai nuk del asgjë pos ajo që është hak, pos ajo që është e vërtet subhanahu wa ta'ala. Allahu azza wa jall është i vërtet i cili ja ka obligu vetes e tij si shenjë respekti ndaj ndihmesës së muslimanëve në çdo vend, edhe në çdo kohë në dunjë. Dhe Allahu tha wa kana haqqan alejna nasrul mu'minin, ishte hak i joni, pra ja ka bërë hak Allahu obligimet vetes që të ndihmoj muslimanëve në dunjë, ndërsa në ahiret tha Allahu azza wa jall inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu al-ashhad. Ne do të ndihmojmë pejgamberëve ton, edhe ata që kanë besuar këtë botë, edhe ditën kur do dëshmojnë dëshmitarët. Pra është fjala për ditën e vërtet. Allahu është el-haq, i vërteti, drejtësia e të cilët është larg padrejtësisë dhe të kotës. Allahu azza wa jall është hak dhe i vërtet, nga se nuk i bën padrejtësi askush prej krijesave të tij. Allahu azza wa jall është el-haq në caktimet e tij, në gjykimet e tij, në legjislacionet e tij subhanahu wa taala, dhe çdo gjë e bën me dije, me urtësi edhe me drejtësi azza wa jall. Allahu azza wa jall është hak, do thot në gjykime. Allahu është hak në sundim. Për të arsye tha Zoti xhelalu ala, fa ta'ala Allah huwa al-malikul haq. Eta Allahu azza wa jall, ktheu Zotit se ajo është mbreti i vërteti subhanahu wa ta'ala. Dhe ashtu Allahu tha thumma ruddu ila Allah maulahum al-haq, e pastaj ktheni atë te Allahu azza wa jall, i cili është hak dhe i vërtet subhanahu wa ta'ala. Për atë arsye thot autori në një fjalë të mirë, do thot ala kullu shay'in ma khala Allah batil. A nuk është e kot çdo gjë pas Allahut azza wa jall. Për të arsye Zoti xhelalu ala tha famadha ba'da fadhalikum Allahu rabbukum al-haq. Kjo Zoti juaj, Zoti i cili është hak dhe i vërtet. Famadha ba'da al-haqi illa dalal. E çka ka mundësi me pas hakut dhe të vërtetës, do thot pos dalaletit edhe devijimit. Allah i na ruaj. Allahu azza wa jall është hak, nga se të gjithë e dinë se Zoti xhelalu ala është i tillë. Mirë po shumë prej krijesave që i ka krijuar Allahu azza wa jall nuk e pranojnë gjë të tillë, nga menjëmallësia edhe nga do thot përtasia, apo nga dëshira që të mos e humbin pushtetin njerëzit, çysh ka vepruar edhe Firauni. Allahu dhe mallkimi i Allahu qof mbi këtë njeri. Gjithashtu Allahu azza wa jall është hak, i cili do thot ja bën njerëzve që të shijojnë mundësitë e mira dhe ta përfitojnë mëshirën e Allahut azza wa jall dhe ndihmën e tij. Mirë po megjithatë ata prap e mohojnë Zotin e çdo gjëje, i cili është el-haq subhanahu wa ta'ala. Muslimani i cili e beson Zotin e vet, se Allahu azza wa jall është çysh ka thonë Zoti wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla, është plotsu fjala e Zotit tond me drejtësi edhe me të vërtet, la mubaddila li kalimati, nuk ndryshojnë fjalët e Zotit xhallahu ala, qoftë do thot drejtësia dhe vërtetësia në lajme, qoftë drejtësia në gjykime. Andaj muslimani pra beson fuqishëm te Allahu azza wa jall në fjalët e tij dhe çdo gjë që Allahu lajmëron që ka ndodhur dhe ose që ka më ndodhur, muslimani beson pa dyshim. Gjithashtu el-haqu, i vërteti, e bën që muslimani t'ia besoj të gjitha gjërave, gjërat Allahu azza wa jall.
Edhe ti pranoj këto gjëra me për ulje, qoftë gjëra si lajme, caktime apo dhe gjykime. Muslimani pra ndjen në zemër lumturi për udhëzimin që Allahu Azza wa Jall ja bëri atij. Nga se Islami është haku i vetëm i vërtet, e është feja Allahut Azza wa Jall. Inna dina inda Allahi l-Islam. Me të vërtet feja vetëm e pranuar te Allahu është Islami, tha Allahu Azza wa Jall. Wa man yabtaghi ghayra al-Islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Tha Allahu Azza wa Jall, kush kërkon fe tjetër jashtë Islamit, atij nuk i pranohet, edhe ditën e gjykimit ka me qenë i humbur. Allah na ruaj. A ka kënaqësi më të madhe, lumturi më të madhe dhe qetësi shpirtërore më të madhe se sa me besu në këtë formë Allahun Azza wa Jall, i cili është el haq, i vërteti subhanahu wa ta'ala. Kjo është pjesa e parë e ligjëratës lidhje me fjalën me emrin e bukur të Allahut Azza wa Jall, el haqu, i cili është i vërteti. Dhe ky emër meriton edhe një ligjërat tjetër t'ia kushtojmë, që ta trajtojmë në mënyrë më të mirë edhe të jetë sa më afër juve dhe afër kuptimit nga ana juaj. Lutem Allahun që ta lutemi Allah me emrat e tij të bukur, të besojmë drejt të emra, të jetojmë me këta emra të bukur të Allahut Azza wa Jall dhe të vdesim me këta emra të bukur të Zotit xhallahu ala. Andaj besoni në atë që është el haq, i vërteti, e ajo është Zoti i çdo gjëje që meriton të adhurohet me të drejtë, vetëm ai subhanahu wa taala. Me kaq po përfundojmë këtë ligjërat të ndruar agjuse, duke ju lënë në kujdesin e Allahut Azza wa Jall dhe duke ju dëshiruar agjirim të lehtë dhe të planuar, jepni maksimumin nga se dalë po i afrohemi fundit të këtij muaji të bekuar të Ramazanit, që sot me lejen e Allahut Azza wa Jall përfunduam edhe ditën e 24 të këtij muaji. Allahu na pranoft në takimin e ardhshëm. Walhamdulillahi rabbil alamin.